e hapa mrapsh. Tash se di ku e kam atë, pas kam lënë këtu, elhamdulillah. Filloj? Filloj? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ba'd. Tani, për ju të tre përshëm që e keni për herë të parë, ky është klub libri, që do të thotë me fjalë klubet e librit në përgjithësi funksionojnë në këtë mënyrë, edhe pse mund të bëhet her pas here më ndryshe, porse merret një libër, në përgjithësi antarët e lexojnë librin, edhe pastaj diskutohet. Po sot duke qenë se librin jam unë ai që e kam shkruajt, e sot konsiderohet si bisedë me autorin në përgjithësi. Tani jam Ibrahim Nuni, hoxh në një katun, edhe ai që ka shkruajt Aventurat e Bilalit. Dhe shpresoj mi fjalë që do të bëjmë një bisedë të lezetshme, sidomos me disa prej nesh këtu, me njërin veçanërisht. Njërin që filloi emri me I, që e kam Xhan. Dhe do të flasim për Aventurat e Bilalit. Allah është përbleft që keni ardhur. Amin edhe ty. Allah ja mundsoft dhe ja letësoft që t'jeni ndër lexuesit e mirë dhe të rregullt të librave, sepse keni parasysh diçka fëmijë. Sado të shihni YouTube, sado të shihni televizor, gjëra interesante, etj, asnjëherë dijen që e merr nga libri nuk e për ta marrë kurr, as nga interneti, as në internet do lexosh shumë gjëra. Të jeni të vegjël tash, po janë për shembull babat e ju që rrinë lexojnë në internet, lexoj ka tekstin kaq. Po ai prap nuk është libër. Ai të ka dhënë një pjesë librit. Ama libri çfarë bën për mbledh dijet. Se një person për shembull që del e flet e bën kështu, çfarë bën? Ai flet dhe nuk mendon shumë, pra si flet fjalë, kurse ai person që e shkruan librin e shkruan e mendon. E mendon fjalën tak. Kjo fjali e parë nuk ishte mirë, e fshin atë. Pra, librat i kanë fjalët që i ka të menduara, i ka të rregulluara kështu me radhë. Tani e mori librin, mirë, Allah shpëleft. Në përgjithësi keni parasysh se librat janë një botë dritare. Ti e shef botën, nga dritare të ndryshme. Çfarë është Aventurat e Bilalit? E para punë ta bëjmë çik kështu se tash për të gjithë. Ky është libër. Kush e njeh librin? Dhe jemi në kohë që libri është bërë gjë huaj. Libri dikur ka qenë shoku më i mirë i çdo kujt prej fëmijëve. Bibliotekat e shkollave në përgjithësi kishin mungesë libra sepse ishte dikush që kishte marrë librin. Jo, me të vërtetë është shoku më i mirë. Sepse ti më herë aty libri të mëson, të edukon, të këshillon, të jep si thon eksperjenca themi neve. Pra ke libri do të lexosh ai për shemb personazhi aty ka gabuar. Pa ai kur ti lexove se gaboi dhe se si u e psoi, ti mësove që mos gabosh si puna e tij, pra nuk ke nevojë të gabosh veti, që tash përkundrazi. Libri po themi të mëson. Dhe libri tham që duhet të ishte shoku më i mirë, por se e kemi bërë armik. Si flasim me gojë, marrim minate me librin. I urrejmë ndonjëherë librat, sidomos ato të shkollës, ato që kanë detyra shtëpie. Janë ato armiq tan më të mëdhej, subhanallahu, ndërkohë që për këtë gjë kanë kontribuar shumë edhe shumë faktorë, nga autorët që kanë bërë librat, që kanë bërë të pesditshëm të lodhshëm, po elhamdulillah. Tani, kush është Bilali dhe të flasim pak për Aventurat e Bilalit. Janë të dy këto librat çuna dhe goca. Aventurat e Bilalit 1 dhe 2. Këtu fillimisht kemi treguar mi fjalë Bilalin, kush ishte Bilali, atë jetën e vet me shokët e vet ke lagja, kurse këtu Bilali shoku i gjyshi. Ke libri i parë kemi Bilalin si fillim, kur tregojmë se kush është Bilali, e Bilali na prezantohet, e dini si prezantohet Bilali? Duke lexuar libër. Ose më saktë disa pralla të bukura që janë prallat e Ezopit. Sot për shembull ju shihni kartona gjëra që s'kan as edukim, as gjë, as gjëra të bukura, ata vetëm zihen. Keni parasysh që vetëm zihen, rrifen me njëri tjetrin, e në fund fare fitoi që është më i forti. S'është një gjë e madhe për të kuptuar. Ama Bilali këtu lexoi për shembull një nga prallat e Ezopit që ishte
breshka me leprin që bëjnë gara, në fund fare kush fitoi? Fitoi breshka. Pse fitoi breshka? Sepse lepuri u bë mendje madh. Kujtoi se breshka është avashët, e nënvlerësoi breshkën edhe ja futi gjumit. Breshka avash, shkoi ke finishi, fitoi çmimin. Kurse lepuri thoshte unë do shkoj shpejt ja. Nëse ne do ta kishim bërë vetëm për këtë prallën, ja vetëm për atë garën mes lepurit dhe breshkës, sot ne na duhet 1 orë ta shpjegojmë. Pse? Sepse prallat, tregimet dikur kanë qenë bukura, edukuese. Ty të mëson që ti jesh gjithmonë i vazhdueshëm, të kërkosh ta çosh punën deri në fund, mos ti lësh punën për gjysmë, mos ti nënvlerësosh njerëzit, Dhe Bilali pikërisht me këtë prallën ne na prezantohet. E njohim që është Bilali në klasë 4, 10 vjeç, dhe ka një shok ngushtë që ka emrin Enes. Tash Bilali si çun për shembull, unë mos them që ngjan ty për shembull si karakter, si çun, është çun i qetë, çun i urtë, që për shembull nuk është se flet shumë si tet llafazan për shembull, por se është çun i matur, kur flet gjëra të bukura. Ka prindrit e vet që i ka besimtar, ka shokun e ngushtë Enesin, Enesi është djali i urtë edhe ai, djali i turpshëm, më mbrapa do të bëhen dhe me një shok të ri, i cili ai në fillim fare ishte më arrogant i gjithë klasës. Ai tallej, bullizonte, i nënvlerësonte shokët, ju thoshte shokëve se un kam ju skeni, krenoje me mirësitë e Zotit, edhe ndodhi një ngjarje në fshat te ky libri që si thon e bën atë të ndryshoj. Kur ai pa me fjalë se me të vërtet, si thon lumturia, fitohet duke ja dhënë të tjerëve, jo duke ja marrë atë. Se i keni vënë re këta çunat që janë bullisa që bullizojnë, këta që ishin dhe zgërdhin kur e bëjnë atë tjetër të ndihet keq. Kjo është gabim më i rënd. Nuk është kënaqësia dhe lumturia e vërtetë, ose ai gëzimi i vërtetë është kur ti ta bësh atë tjetrin që edhe ai të kënaqet, siç u kënaqet ti. Kurse çunat sot edhe problemi është se sot janë gjithë kështu. Po ndjesh edhe çunat e xhamisë për shembull që janë kështu subhanallahu. E rëndësishme, Bilali kalon ngjarje të ndryshme këtu. Nga ngjarjet që kalon është se shkon në kopshin zoologjik. Që Michel, jo si kopshi zoologjik joni këtu që ka qenë dhe mace, s'është se ka një kafshë tjetër, po kopshi zoologjik që ka gjithë kafshë tegra, nga zebrat, ke luenët, që nuk i shef dot luenërit. Dhe unë do i bëj një spoiling për shembull çunave, se tek libri i parë, se jam munduar që ti ndërthur të gjitha Michel librat ose ngjarjet që kanë lidhje edhe ky libri i parë me librin e fundit që mund dalë, mund të kenë lidhje me njëra tjetrën. Për shembull Bilali shkoi te kopshti zoologjik se kafsha që më shumë i donte të shifte ishte luani nuk e pa. Ama inshallah taala, nëse Zoti më jep ymër dhe jetë gjatë, e ta përfundoj si cikël, ai do e shofi luanin, po s'do e shofi në kafaz. Do e shofi live. Forse kur të vi koha, inshallah, elhamdulillah. Nga gjërat interesante që kam sjellë tuke Bilali janë akulloret. Tani me ju pyet gjithë ju, Michel, edhe fëmijët edhe të rriturit. Çfarë pëlqen më shumë, akulloret apo ëmbëlsirat? Ëmbëlsirat. Më shumë se akulloret? Po. Që e ke veçantë. Çka ke qejf më shumë, akulloret apo ëmbëlsirat? Akulloret. Po ti jenes? Akulloret. Po ti habibi vogël? Normale, po e unë akulloret. Edhe nga që edhe i kam qenë vetë akulloret dhe kam fut akulloret në vend e pa vend këtu. Kuptimi i fjalë kudo këta asaj që takon do ta gjejnë një arsye me marr akulloret. Dhe i gjen akulloren ke gjithë libri. E bukur se ke libri i dytë s'ka akullore fare, s'është në fshat aty. Ke libri i dytë është një tjetër gjë që e kanë kështu përhershme. Dhall. Dhallën e kanë kështu. Ama shiko, janë ca dhalla, subhanallah, ajo dhalla që me cilën bëhet gjalpi. Ta pish atë dhallën, ai është pija më freskuese në botë. Që si ju mendoni se pijet freskuese janë Coca-Cola, Fanta e këto, harrojeni. Të pish një dhallë të mirë, që është e kripur në mes të verës, është gjëja më freskuese në botë. Ja, kur të vi vera, inshallah, provojeni të gjithë, merrni kosin, si thon, tundeni kosin me ujë që të hollohet, edhe me pak krip brenda, ta heq vapën kështu direkt. Elhamdulillah. Tani Bilalit i ndodhi një ngjarje shumë e trisht, po themi këtu. Edhe ndodh që ke shkolla bie zjarr. Bie zjarri ke shkolla, shoku i ngushtë i Bilalit, Enesi, kishte ngel në tualet, në banjo.
Edhe Bilali, një natë përpara kishte dëgjuar Hoxhën. Keni parasysh këtë gjë, kishte dëgjuar Hoxhën kur po mante ligjëratën. Se si Allahu i kishte urdhëruar Benu Israilët, ata që sot po vrasin fëmijët, i kishte urdhëruar që kush e shpëton një jetë sikur ka shpëtuar të gjithë njerëzimin. Kush e vret një jetë sikur ka vrarë gjithë njerëzimin. Edhe majti men këtë mësimin nga Xhaxhi Hoxha, edhe kur ra, si thon zjarri aty, shkoi ke flakët e zjarrit, donte me shpëtu shokun, por flakët ishin të mëdhaja, u tren fillimisht, ishin flakët e mëdhaja. Ama ju kujtu kjo ajet kuranor. Kush e shpëton një jetë sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Kjo i dha forcë, u fut brenda, e ndihmoi shokun e vet, u bë heroi i ditës, rodhën ngjarjet me radh, edhe ai shoku i vet që ishte bullist, që u tallte me shokët e tjerë, ai ishte bërë shoku më i dashur i Bilalit. Ishte ndryshuar komplet. Pse kishte ndryshuar komplet ai? Sepse kishte zënë shok të mirë. Bilali ishte shok i mirë, Enesi ishte shok i mirë. Tash ti trish me shokët e tu të mirë, edhe ti me shumë mundësi do bëhesh të mirë. Prandaj fëmijë, mundoni që gjithmonë shokët, lini ata shokët që janë kështu si gangstera, si të fortë, si kështu. Për atyre vetëm sherke, për atyre vetëm të këqija ke. Nga shoqëria e keqe ke vetëm këqija. Ai ose do të tallet me ty, ose ty do të të fusin te lashe. Njëra nga të dyja. Ai pa të bë gjë të keqe nuk rrin. Sepse njeri i cili është i keq është si magnet. Ai i tërheq ato gjërat e këqija, fenomenet e këqija. Pra do zgjedh me një shok tjetër ai. Po do thotë ty do të fusin sedër ty. O thotë se nuk më ndihmo mu të çim ta rrafim atë. Po si më ta rrafësh atë? Pra, ti je duke i hyrë pa drejtësi atij tjetrit. E rëndësishme, Joni që ka emrin djali këtu, është trupi fuqishëm Joni. Se e shohim ne në fund të historisë, është një djalë aty që është, edhe ai është trupi i vogël, i dobët kështu, si puna jote, Edhe ai ju bëjt e zborin shokëve të lagjës, ishte arrogant, ishte i keq. Po kur u gric me Bilalin, Joni doli në krah, e kapi pesh në ajër, i varshin këmbët si fëmijë i vogël. Ama Joni nuk ishte më i bullisi si dikur, përkundrazi, ishte në ndihmë të shokëve kur i bëj atyre pa drejtësi. Çfarë na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot ndihmoje vllaun tënd, edhe kur i bëhet pa drejtësi, edhe kur bën pa drejtësi. Thanoi dërgumi i Allahut. Tha kur i bëhet pa drejtësi, pra kur e rref dikush, ne kuptojmë që duhet ta ndihmojmë atë. Po kur ai bën pa drejtësi, si ta ndihmojmë? Duke e këshilluar atë, duke e penguar nga pa drejtësia e tij. Pra shkon dikush me i bë keq një djali tjetër, ti pengohet çaj të bothur. Miqel, nuk na ka hije ne të bëjmë Miqel gjëra të tilla, sepse Zoti na ka urdhëruar për drejtësi e kështu me radhë. Lexojmë një pjesë nga libri, kush ç'vendim keni? Nga ky e do? Akulloret. Çim ke akulloret? Kush e don për akulloret? Ngrej dorën. Ti do shëm vëlësira ti, more. Ndryshoj mendjen, elhamdulillah. Bismillah. Në rregull. Po e nesë. Mirë. Atje fillojmë. Orbir, po i thot tani babi Bilalit. Kam edhe një surprizë të vogël për ty, dhe pastaj do të kthehemi në shtëpi se jemi të lodhur. Do të çoj në vendin ku bëhen akulloret më të mira në botë. Bilali i habitur e pyeti. Vërtet janë më të mirat në botë, babi? Për mua po, i tha babi. Shkuan atje dhe gjetën një radhë të gjatë njerëzit që po prisnin, si dhe një burr të moshuar tek banaku që dukej shumë i vjetër, po shumë i moshuar. Atë çast babai i tha Bilalit, e sheh atë gjyshin e vjetër tek dyqani? Po, i tha Bilali, dhe po më bën shumë përshtypje sa i vjetër qen ka. I tha babai, kur isha sa ti, babai im dhe gjyshi yt, më solli këtu dhe më tha të njëjtat fjalë që po të them unë ty tani. Ndryshe nga ty, unë nuk e besova. Por unë nuk e besova babain tim kur më tha se ishin më të mirat në botë. Por ti babi sa po më thej që janë më të mirat në botë, i tha Bilali. Po, është e vërtet dhe kur ti provosh do të më tregosh. Tani do të them diçka që nuk do ta besosh.
ndiqeni se është shumë interesante. Çfarë e pyeti Bilali? Edhe gjyshin tënd e ka sjell këtu babai vet kur ishte i vogël. Bilali hapi sytë i habitur i tha, Subhanallah, o pse more babi, sa vjeç është ai burri i moshuar? Babai tha, nuk e di, por ka një jetë që shetakullore që kur ishte djalosh i njom, pra që kur ishte çuni i ri, po them 15 vjeç, 16 vjeç. Dhe ja ku erdhi radha e tyre. Bilali po priste të shite akullore të shumë llojshme dhe plot me ngjyra të ndryshme. Para se të vazhdojmë këtu. Me çfarë shije ke qef akulloren ti karamele? E kam me Oreo ose me çokoladë. Wow, mashallah, shije kështu. Unë ndryshe e marrë ndryshe gjithmonë. Po ju keni bërë tifoz për Tirana Partizani? Tirana. Mashallah, se bravo këtë. Ti po mi më shumë ti me çat pëlqen? Me me çat pëlqen? Nga gjithë shihet, kush shihet për çokoladë Dubai? Oh, mashallah. Pas kanë shije shumë shtrenjta fëmijët tu. Ti me çfarë shije ke qef akulloren? Me qumësht. Me qumësht, të bardhë. Po. Që kemi saj. Po ti? Me çokoladë. Me karamel. Ke shije të veçantë. Me çokoladë. Çokoladën gjithë. Unë dikur kam pas më pëlqen akulloret me shije lule shtrydheje. Po tani shohim Bilali çfarë shije do të zgjedhë, se kjo është interesante. Në rregull. Dhe ja ku erdhi radha e tyre, Bilali po priste të shite akullore të shumëllojshme dhe plot me ngjyra të ndryshme. Mirë po, nuk pa vetëm se akullore të bardha me qumësht. Nuk pa asnjë lloj akullore tjetër me përbërës dhe shije të ndryshme. As ato akulloret me lule shtrydhe që atij pëlqejnë naj shumë. Dikur. Teksa po shite aq të menduar dhe ngurrues, plaku i moçëm i tha. Ha mor bir, vendos me çfarë shi do ta marrësh. Bilali ngriti kokën e habitur dhe po e shite plakun e moçëm që i kishte vënë buzën në gaz, gati për të qeshur. Ai plaku kështu. Keni parasysh kurse Bilali i habit. Gjyshi, më jep shijen më të mirë që keni. Atë çast burri vjetër qeshi me të madhe dhe ja mbushi një kaush plot me akullore dhe ja dha atij. E biri dashur mere, e ke nga unë. Bilali tha faleminderit o gjysh, Zoti ta shpërbleft. Edhe faleminderit son muslimanit, edhe Zoti ta shpërbleft. Se është edhe edukat, edhe lutesh për te. Plaku t'u ndikoi në shenjë pranimi të një falënderimi kaq të bukur, pastaj i tha, edhe ty që më ndeze humorin sot. Babai dhe nëna e Bilalit gjithashtu morën nga një akullore që deshën ta paguanin, mirë po. Kjo është momenti. Plaku i moçëm nuk pranoi t'u merrte parat. E falenderuan të tre dhe dolën nga radha. Bilali nuk e kishte provuar akoma shijen e akullores. I tha t'jatit, babi, a je gati? Për çfarë, i tha babi? Unë tani do të provoj akulloren më të mirë në botë. Ai plaku kishte akullore vetëm me një shije, edhe babi vetë i ka thonë që kjo është akullora më e mirë në botë. Tha bismillah dhe e lëpiu. Mbylli sy duke shijuar. Keni parasysh? Ai momenti shu. Oh, babi, e pas ke pasur gabim. Oh, vërtet? Tha baba i mërzitur. Pse nuk arriti ta mahnise djalin e tij? Kjo është akulloria më e mirë në univers, i tha Bilali, jo në botë, por në univers. Kur i dëgjoi këto fjalë prindrit e tij qeshën, dhe po atë çast prapa atyre u dëgjuai qeshura e fortë e plakut të moçëm, i cili po e shihte me kurresht e Bilalin. Tani, ai kishte radhën atje me njerëzit që po ju mushte akulloret, por kur pa Bilalin që po bëte këto skenë, kishte ndalu, e po shifte këtë. Ç'a do thoshte tani, ç'a do ashtu. Edhe kur tha Bilali qeshja i flakun më të madhe. Edhe kështu shkën ngjarjet njëra mas tjetrës. Në njërin nga ngjarjet është pikërisht që Bilali gjen një portofol në rrugë. E portofoli ishte plot me euro. Sa euro kishte në te? 3.000 euro. Edhe në fund fare, del se këtë portofolin e kishte humbur një xhaxh që kishte takuar Bilali në kopshin zoologjik. Edhe elhamdulillah, ai kishte qenë, ato kishin qenë lekët për operacionin e djalit të tij, edhe Miqel doli se Miqel
operacioni u shty dhe nuk u bë, erdhën rrethanat, ama duhet të lexosh librin. Çfarë shohim tek ajo histori, tek ajo ngjarje? Kujtohet Imran? Që humbi portofolin, ai portofol ato lekët I donte për të bërë për të bërë operacion djalin. Edhe Michal, doktorët Michal I thanë pa sjell lekët nuk do ta bëjmë operacionin, ky lekët nuk I kishte. Ja gjeti Bilali lekët, e merr ky me vrap shkon ke spitali, kur shkon ke spitali I thon ata se shqyqy që nuk e bëm djalin në operacion, tha se do të ishte verbuar për gjithmonë. Apo jo? Subhanallah. Dhe këtu ne arrim të kuptojmë madhështinë e dijeve të Allahut. Dhe kuptojmë Michal se ndonjëherë ato gjërat që na duken të këqija në jetë nuk janë të këqija, por ne nuk ja dim për shembull çfarë mirësie që fshihet pas tyre. Besimtari gjithmonë duhet të jetë I kënaqur me atë që I ka caktuar Allahu. Nëse Zoti ka sprovu, nuk e dim se për çfarë arsye Zoti na ka sprovu, ndoshta fshihet një mirë pas saj. Apo jo Imrani? Bilali takoi edhe me një shok të ri, që e kishin këta ke klasa, por çudi nuk I kishin vënë re, pothuajse asnjëri. Në kuptimin se ai ishte djali I urtë atje, pra nuk kishte rënë asnjëherë në sy. Ai kishte emrin Ali. Kujtohet Aliu? Aliu ishte djalë që nuk e kishte babain e vet, ishte jetim. Por se për Bilal nuk ishte problem kjo gjë. Përkundrazi, ai u bë shoku I ngushtë I Bilalit, sigurisht Enesi dhe Joni. Ishin 3 shokë, u bën 4. Edhe këta vazhdojnë të kalojnë aventurat me njëri tjetrin, shkojnë në për kodra, Michal shëtisin, bëjnë si tip kampingu, po themi ose hiking. Siç kemi këtu ca shokë që I kanë qejf shumë hiking. Por se aty ju ndodh Michal që ju del ariu përpara, këta detyrohen të futen në tunel për të shkuar ariut dhe kalojnë aventura të bukura. Nga gjërat më të vështira ishte momenti kur këta takojnë me shokët e lagjes të Aliut, të cilët e mbullëzonin Aliun sepse nga që nuk ishte babain, pra ata Michal I ra se ky është që nuk e ka babain. Përkundrazi, nëse një nga shokët e tu nuk I ka prindrit, ti duhet ta kesh si vllatë, sepse ti elhamdulillah e ke një mirësi shumë të madhe të Zotit, mamin dhe babin. Unë ja kam thënë për shembull edhe kur bëj këto vitet me fëmijët që ashtu, mirësia më e madhe që mund të ketë një rritur mund të jenë shumë gjëra, ama mirësia më e madhe që ka një fëmijë është mami dhe babi. Mirësia më e madhe që ti kur je fëmijë është mami dhe babi. Ta harrosh. Ai të zgjon mëngjes me shku në shkollë, ta ka bë bukën gati, punon që ti të ushqehesh, të blen rrobat e mira aty, pastaj po ngelen në lek blen rrobë për vete. Ato, si po themi ne, ato gjërat e mira ndonjëherë thotë nuk më pëlqejnë që ta hash ti, edhe pse atij ti pëlqen, po thotë ai nuk më pëlqen sepse doin që ti ta hash, edhe pjesën e ti. Ka bler, për shembull, janë çokoladë ato se frutat aty në tavolinë e shef ai që ti po e han atë çokoladë. Thotë merr hajde timen. Po pse hajde? Jo, nuk e kam qef, thotë. Ai nuk është se nuk e ka qef, jo, po ja bën me sy ajo kështu. Por se ai don që ta hash ti. Prandaj po I them që të kesh prindrit si fëmijë I vogël ke mirësinë më të madhe në botë. Edhe nëse një nga fëmijët, për shembull, që e ke lagje, nuk e ka mamin ose babin që është jetim, çfarë? Bëje si vllajin tat. Pa nga ai ta ketë një vëlla më shumë kuptimin Michal, shok si vëlla. Edhe kjo është gjë më e mirë që mund bëj çdo kush nga ju musliman, si thonë fëmijët e vegjël. Dhe këta gjejnë Michal që këta e bullizonin që të gjitha Aliun. Bën një ndeshje futbolli shumë bukur dhe është momenti kur Joni e ngre pesh në ajër atë kryetarin atij të grupit që bullizonte Aliun. Pas e shën ke shtëpia e Aliut, e shohim se ai se normalisht kur nuk e ke babin, babi është shtylla e shtëpisë, ai I cili si thon punon që të ketë të ardhurat në shtëpi. Ama kur ngelet vetëm mami, a do të bëj gjellën ke shtëpia, do të laj rrobat, a do të punoj, edhe në përgjithësi vuajnë fëmijët cilët nuk e kanë sidomos babin. Edhe me të vërtet Aliu, si thon, ishte në atë shtëpinë e vjetër, Michal me ato mundësitë e pakta që kishte, por se nëna vet mamat janë heroina. Qëse ti mendon se ka një superheron në botë, nuk është as Supermani, as Spidermani, as Wondermani, as ato menat e tjerë. Është mami, edhe babi. Sepse mami Michal bën gjithçka që ti jesh mirë dhe ti jesh rehat. Edhe mami Aliut, edhe pse ishin të varfër dhe nuk kishin gjë për të ngrënë, ajo mundoi me ato gjërat e vogla që kishin, çfarë bënte? Ajo gatuante gjërat më të mrekullueshme në botë. Edhe këta provuan aty ushqime aq të shijshme, po aq të thjeshta. Kush nga ju ka provuar ndonjëherë hasude?
Ke provuar një hasuden? Hasudja është ëmbëlsira më e thjeshtë në botë. Ka 3 gjëra. Sheqer, ujë dhe niseshte, kaq. Sheqer, ujë dhe niseshte. Niseshte si puna e miellit. Me këto 3 gjëra ajo bënte një ëmbëlsirë që ti të lëpije gishtat. Pse? Se ishte superhero. Mamat janë superhero. Superfuqitë e mamave kush janë? Të zgjohet herët në mëngjes me të ndihmu ty me bogati, me të ndihmu me bë detyrat e shtëpisë. Nga superfuqitë e saj është që hekurosi rrobat, që ti t'jesh king. Nga superfuqitë e saj kush është? Ë? Që të gatuaj ato gatimet e shijshme që ju i keni qef. Nëherë më thoni, unë s'du, s'kam, s'm pëlqen, sepse të ka llastuar mami me ato superfuqitë e saj. Të bën gjëra të mira, ti mësohesh me gjëra të mira dhe një moment që ajo për shkak ka bërë diçka që është normale, ti thua nuk më pëlqen. Bën azeli, pse se e mësuar të hash gjithmonë gjëra të mira. E shumë gjëra tjera që kanë superfuqi. Dhe mami i Aliut ishte super heroin. Ajo ashtu e vetme, kujdesi për djalin, gatuante, mundohet të punonte, të gjitha. Alhamdulillah. Edhe në fund fare, po themi, mbyllet libri i parë i historisë Bilalit me Bilalin i cili pra shokët do të ndahen nga njëri tjetri dhe Bilali do shkojë në fshat tek gjyshi. Edhe pikërisht ndalon në momentin ku ta kanë shku ke stacioni trenit. Kurse libri i dytë fillon Hikim në shtëpi. pas nesër. Dhe libri i dytë fillon ku? Ke stacioni trenit. Ky libër, kush e lexon për se ka lexuar kët, vazhdon, Miqel nuk e kupton se ka pasi libër të parë, sepse ja mundu që ta bëj që edhe ai që lexon vetëm këtë librin e ka Miqel qëndron. Ktu niset ke stacioni trenit me ikë gjyshit në fshat. Kush nga ju ka gjyshur në fshat? Ha. Në fshat, more. Ti ke në Itali. Jo, i ka në qytet. Ha. Çe qyteti? Qa fshati, va? Ku? Knaqesh atje besoj kur shkon. Hypën në pemë, merr një frut në gjok kështu vet direkt. Kush nga ju ka hip në herë në pemë? Kush nga ju ka hip në pemë? Kush nga ju ka hip në pemë të madhe? Kush nga ju ka hip në majt pemës? Po majt pemës, them që ti shkosh bashkë me degën kështu. Shko degën kështu ti bashkë me degën, atje dhe nxjerr kokën si për pemës. Dhe shef me fjalë që janë gjithë pemët poshtë teje. Që si ke bë këto gjëra, je duke kalu fëmijëri të lumtur, të bukur, ta dish. Po në aventura. Dëgjoj xhan. Mirë. Tek libri i dytë nis libri me një udhtim në tren. Shikoni, keni parasysh i gjë. Kush ka ju ka hyrë në tren? Hajde, ta bëjmë prapë me pyetje. Mashallah, ke hyrë në tren ti? Po ti? Jo. S'ke hyrë ti? Vetëm motra? Ke treni ke liqene, i treni lodër. Mashallah. Unë personalisht, se ca gjëra, si thonë, ke aventurat e Bilalit janë gjëra që i ka kalu dhe Ibrahimi i vogël. Po, për mua, udhëtimi me tren është udhëtimi më i bukur në botë. Allahu ma ka mundësu që të hipi në anije, të hipi në traget, të hipi në vark, të hipi në anije pak më të madhe, të hipi në avion, të hipi në autobus, të rri me i kom në autobus, një kom brenda dhe një kom jashtë sepse ka shumë njerëz dhe dyert nuk mbyllen fare, në Egjipt këto se. Kam provuar gjithashtu me fjalë që autobusi nuk ndalon fare në stacion, vetëm më ul shpejtësinë, kush zbret, kush hipën, të aventurat, t'ju tregoj aventurat e Egjiptit, ju qeshni, kënaqeni, subhanallah. Me makinë normal, me karroca, ama udhëtimi me tren kalamaj është për mua udhëtimi më i bukur në botë. Ato shina shk, gjatë gjithë kohës janë aq të bukura dhe Bilali kalon këtë udhëtimin në tren, sidomos kur kalon tunel që është errësirë total, nuk merr vesh askush. Futesh në tunel ti, bëhet errësirë totale. Sikur me shku tash për shembull natën kur don të flesh gjumë që e mbyll dritaren e këtë që bëhet errësirë totale, është i bukur. Dhe nga gjërat e bukura që kalon Bilali aty është se takon një profesor
një burr me mjekër të bardh, i cili ishte profesor në universitet, dhe ishte jo vetëm thjesht profesor, por ishte antar një kabineti të lartë që merreshin me studime të larta. Edhe kur e pyeti, tha një fjalë që përmendi Zotin Bilali, i tha ky profesor, tha, më fal, tha, unë nuk besoj në Zot. Si nuk beson Zot? Kush është ai njeri që s'beson Zot? Në Zot nuk beson vetëm një njeri i cili me të vërtetë, si thonë, do të ngënjej veten e vet. Sepse tani është ky mikrofoni këtu. Ta them unë që me fjalë u morën pak rër, pak grur, pak shufra hekuri, i futa në qese, i tunda forte doli mikrofon. A do mbesojsh diçka tillë? Ateistët këtë gjë thon. Universi erdhi kështu rastësisht. Pra, ky mikrofon tregon se ka një fabrik, një inxhinier, një arkitekt, sa punëtorë që ja kanë bërë këtë. Tani gjithë ky univers nuk na tregon se ka një Zot që e ka kriju. Pra është absurde të mendosh se nuk ka Zot. Dhe Bilali tha, i bëri vetëm një pyetje. Pyetja e cila i bën me dhimbje koke çdo person që nuk e beson Zotin, po që din që ka lexuar, që ka njohuri. I tha, më falo xhaxhi, po kush e ka shkruar, tha, ADN-n? Duke truri atit. Sepse ADN-ja, me fjalë, nëse ne do të marrim të shkruajmë ADN-n, të nxjerrësh ADN-n e njeriu, i shef gjithë të librat që janë këtu mbrapa, do të ishin ADN-ja e njeriu. Informacion kode. Po pse më këto kode, këto janë bërë kështu kot, me fjalë erdhën aty u lidhen, është absurde. Edhe në fund fare, si thonë, në mes të librit ose nga fundi i librit, Bilali shef me fjalë në televizor atë profesorin që kishte deklaruar se ai besonte në Zot. Pse? Po kjo pyetje ja grici mendin atit. Dhe ai shkoi pastaj duke mendu, po prisi qysh unë gjithë këtë e kam kalu, dhe doli dhe deklaroi se unë tani kam ndryshuar mendim, mendoj se Zoti ekziston. Po normal që ekziston Zoti. Thjesht i gënjeve veten tate duke thënë që Zoti nuk ekziston. Dhe këtu është një personazh shumë i lezetshëm. E ka emrin e qeshi, Qamili. Qamili është origjinal si Ibrahimi. Harron çdo gjë. E ka harresën vëlla. Në harresën është vëlla. Pse? Që është momentin e parë që takojnë Qamilin këta, e gjenë Qamilin që ka harru diçka. Që ishte pikrisht, kishte harru dritat e makinës ndezur, kishte ra bateria makinës, nuk ndize makina. I mori me fjalë familjen e Bilalit, si thon, ti ndihmonte të shkojnë në fshat makinën e tij, i bëri që të përfundojnë që babi Bilalit të shtyj makinën. Edhe e dini ku është më e forta. Prap kishte harruar. Kishte harruar frenat e dorës. Dhe ata shtyshin makinës lundë nga veni. Edhe kur do hikin prindrit e Bilalit, prap Qamili, se ishte nga ata që kishte makinë në fshat, ishte Qamili që i shoqëroi. Edhe çfarë ndodh? Del gjyshi Bilalit me vrap me një shishe në dorë. I thot Bilali, o gjysh, thot, ku po shkon? Le tha se Qamili prap. Qamili godet sërish. Çfarë kishte ndodhur? Kishte harruar të mbushte me naftën kishte harruar të mbushte makinën me naftë. Kishte harruar të hidhte naftë. Edhe shkon dhe Bilali bashkë me gjyshin, e jep shishen e naftës apo të benzinës gjyshi Bilalit. Edhe i tha Bilali, o xhaxhi, po pse nuk e mban një shishe rezervë? Pra, nëse ti Miqel harron kaq shumë, mbaj një shishe rezervë, edhe sa që Miqel të fik makina, ke aq naftë në makinë sa që të shkosh ta mbushësh. E mor bir, tha, e kam bërë dhe këtë gjë, edhe atë shishin, edhe atë e kam harruar ta mbush. Po mi tha, ti nuk e shef aty koskoti që s'ka naftë, e kam prishur, kam harruar ta rregulloj, vetëm harronte. Edhe e bukur se kur shkoi ke xhamia, se në fund farshin xhami këta, kur shkoi tek xhamia, çfarë ndodhi? Atë e zente gjumi gjithmonë. Ai që harron ai fleq shumë. E kanë kështu huq. Edhe pikërisht xhamia, sepse Bilali çfarë bëri? Nxorri në dritë xhamin e fshatit që kishin zënë ferrat. Pse e kishin zënë ferrat xhamin? Sepse njerëzit e kishin lënë xhamin harres. E kuptoni sa gjë rëndë është ta lësh xhamin harres? Xhamia do të jetë shtëpia e dytë e çdo muslimani. Shtëpinë e parë ka atë ku flet gjumë, shtëpia e dytë do të jetë shtëpia e Zotit, ku ai shkon dhe falet aty vazhdimisht. Dhe ne duhet i kemi marrëdhëniet tona me xhamitë e Zotit të përditshme. Pra nëse ti je musliman, ti duhet mundosh çdo ditë shkosh të falesh në xhami.
ti je shpërkëntues i rregullt i xhamisë. Dhe jo mo ta lesh xhamin ta zën ferrat. E kishin lënë ata se ashuj, kishin ngel pa besim. Bilali çfarë bëri bashkë me çunat? E pastrun xhamin. Po mënyra e pastrimit të xhamit ishte interesante. Ka arrit dot Imrani deri aty apo akoma? E ka mbaru. Si e pastroi xhamin? Kujtohet? Bariu i vogël. Ishte një nga ata se këta fëmijët në përfshatra në përgjithësi, çfarë ndodhen? I çën gjithmonë me delet. Edhe ishte një djalë Michel që i thoshin bariu i vogël. Edhe ai këta kishin gjithë dele, ai kishte dhi. Edhe ai solli dhit, ai e dinte mirë se e dini se janë dhit o çuna. Dhit hipin majt pemës, se kanë problem fare. Dhit nuk kanë qef të hajnë tokë, kanë qef gjithmonë të hajnë lart. Gjithë e pemosh, ferra, gjëra, nuk pyesin a ka gjemba, s'ka gjemba. Dhe me të vërtet xhamin e pastron dhit. I futi dhit ka ty ke oborri xhamisë, ai gjithë ato ferra të kap, i hongër dhit komplet, doli gjithë xhamia pastër komplet. S'ngeli më as një fi, as një gjeth, as një gjë. Doli ndrit xhamia. Dhe nga gjërat e bukura me Bariun ishte se i thot Bilali në fund të librit, e ke parasysh kishte ditë aty i thot, më fal thot, po ky si e ka emrin tha se gjithmonë duke i thonë Bariu i vogël, Bariu i vogël. Bari e ka emrin than këta. Jo unë e mora vesh se është Bari, tha, po si e ka emrin? Ore, emrin e ka Bari. Ai e kishte emrin me të vërtet Bari. E ka njerëz Michel nga ato vjet që kanë pas emrin Bariu. O, ku do është ke Bariu? Ai kishte emrin Bari dhe ishte Bari. Dhe janë nga ato gjërat e lezetshme. Dhe në fund fare, Michel, ose si thon, ngjarjet ndodhin të shumta, ju ndodhi një ngjarje shumë interesante faktikisht në fund fare këtu është që këta i ze shkoprap Bilalin në shpellë, sepse ai bia i shiu rrebesh. Bie shiu rrebesh, një rrebesh i fuqishëm fare, futen në një shpellë ta që strehohen dhe ja si thon, nga rrebeshi shumë rrëzohet një gur nga mali ja zen hyrin e shpellës. Ta tani tha çato, këta ishin kalamaj, çato poshtë, aty ishte errësirë, fillon duke qajtë, tha Bilali më ledhin veten. Ju kujtua Bilalit prap një ligjërat e Hoxhës. Se për shembull ju çunat e vegjël në përgjithësi keni qef kur marrni ligjërat ke xhamia ju do lunin celular, do bëni dëgjoj atë ligjërat në Hoxhës, është e mirë, është e bukur. Bilalit i kujtoheshin ato. I u kujtua historia atyre 3 personave që mbetën të bllokuar në shpellë. Ku ata i kërkuan Allahut që t'i shpëtoi nga shpella me punët e tyre të mira. Dhe secili prej këtyre çunave përmendi nga një vepër të mirë. Çfarë mendoni? Kush ishte vepra e mirë që përmendi Bilali? Pra o Zot, unë e kam bërë këtë për hirin tënd. Nëse e kam bërë për hirin tënd, më na shpëto nga ku jemi. Kush ishte ajo vepër që përmendi? Që shpëtoi atë shokun ke libri i parë. Subhanallah. Edhe një shok tjetër nuk më kujtohet se kam lexuar librin akoma. Një nga ato përmend një punë të mirë edhe ai, kurse i treti, që ishte në mesin e tyre, ai tha o Zot, unë nuk di një punë të mirë, tha që të kam bë për hirin tënd. Ai sa ishte njoft me fen, me besimin, me Zotin. Por se tha një fjalë të madhe çuna. Që këtë me fjalë është nga gjërat më të bukura që besosh ke libri. Tha o Zot, unë nuk di një vepër të mirë që të përmend që e kam bërë për hirin tënd. Por se unë di them diçka, o Zot, unë ty të dua shumë. Nëse ti e di vërtet që unë të dua shumë, na shpëto nga këtu ku jemi. Dhe lutja e tij si thonë hapi gurin përfundimisht. Sepse ishte një dashuri e sinqertë që kishte për Zotin e vet ai. Subhanallah. Edhe aventurat këtu janë në përgjithësi të lezetshme. Un kam përmend shumë ato ushqimet në fshat, ato ushqimet bio. Kush nga ju, mirë, t'ju bëj pyetje për shemb. Kush nga ju ka provuar ndonjëherë vezë të skuqur me gjalp? Kush nga ju ka provuar vezë të skuqur me gjalp? Po, tjetër. Nëse në shtëpi kur të ktheheni për darkë, po themi, keni edhe gjalp, keni edhe vezë, do t'ju sugjeroj që ehlen, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ehlen. Allah barak fikum. Allah shpërblet. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dhe sugjeroja Michel shkoni i thoni mamit e babit, por darkë dua vezë të skuqur me gjalp. Po gjalp, jo margarinë, se margarina nuk është gjalp, margarina është vaj hidrogenizuar.
me të lynë. Me gjalp, thash. Provojni sa e shishme është veza me gjalp për Zotin. Janë sa gjëra aq të thjeshta, apo janë aq të mira. Dhe Bilali këtu han ato ushqimet e shtëpisë, apo ajo buka që tha, ato bukën që sa kishte dalë nga furra që ishte e shishme, aq e shishme ishte ajo bukë sa tha, më sillni pak bukë që ta ha bukën me bukë. E keni parasysh kur keni gjatë mirë që do më hongër për shumë, ajo veza e skuqe me gjalp ta hash me bukë, tak? Se nuk ha do të thatë. Do të vje keq me hongër thatë. Bilali vinte keq, aq e shishme ishte ajo buka që e kishte bërë gjyshja vet në shtëpi në furrë, saqë Bilalit me fjalë po i dukte si gjë e mirë, gjë e veçantë. Elhamdulillah. Çështja është se Bilali këtu me fjalë bashkë me çunat në përgjithësi, përveç se kalojnë aventura të bukura, ama edhe njëkohësisht ata mundohen që të jenë çuna të mirë, siç ka urdhëruar Zoti i gjithësisë. Dhe këtu Bilali neve na tregon shumë, na mëson shumë gjëra. Na mëson si mos gënjim, na mëson si të jemi të sinqert, na mëson si ta adhurojmë Allahun, na mëson si të falemi, na mëson si ne duhet të jemi të kujdesshëm për xhamin, çdo gjë. Ama është ideja që ne këto këshilla për shkak të kemi parasysh se ti marrim. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Tani unë do ju pyes, Michel, kush janë këto personazhet, po themi kush e ka çuar deri në fund ju kanë pëlqyer më shumë? Kush është personazhi përveç Bilalit që ju ka pëlqyer më shumë? Për shembull, ti Imran. Që ti e kam. Bilali, Joni, Enesi, Aliu, Sulo, Luani, Lilo, Sulo që luante futboll mini që ishte kështu i shkathët, Mashallah. Sulo ishte tamam. Qa bën mo? Elhamdulillah. Edhe për hajër. Unë do i pyetja, mirë, t'ju bëj një pyetje tjetër se në qoftë se ti, secili prej do të shkronte një libër, për çfarë do ta shkruajse? Pra, ku do të ndodhte aventura, për shembull, nëse ti do të kishe një personazh të atin, ku do t'i ndodhshin aty aventurat? Si do e kishe mendu? Këtë pyetje kishte dhe dje në gjuhë, edhe e bëra, do të shkruajsha për familjen time. A do shkruash familjen tënde, siç kam vëron? Po ti, Habibi vogël, për shembull, ku do t'i kishte kalu aventurat, për shembull, ai personazhi jot? Në fshat. Atje, edhe unë. Po ti? Në fshat. Në fshat. Unë thot të kalonte në pyll, shkonte me fjalë vetëm pyll shu, surviving. Hiking, vetëm duke me fjalë, shkonte atje, vetëm me një, po themi, me një sopat, edhe me një litar, edhe të mbjetonte në pyll. Si do të mbjetonte, duke zënë peshk, duke ndërtuar atë shtëpinë në pyll. Ha? Kjo do ishte një aventurë që kishe menduar ndryshe. Alhamdulillah. Ja vëshëm këto babi këto thot pa. Të është gjë e bukur, Allah shpëleft. Mirë. Nga gjërat që thot pse kam zgjedhur të shkruaj për fëmijë. Nga gjërat se unë kam vënë disa pika këtu. Kam zgjedhur të shkruaj për fëmijë se s'ka libra për ju. Po të shkoni atje ke librarit, s'ka libra fare. Edhe, po më thoshte njëri, mi thë, ke librin kështu, ke librin kështu. Thash, s'ka tjerë, se po të kishte tjerë, Michel do i kishin qenë kështu libra shumë periferik të të mitur. Nga gjithçka, është si puna atyre ëmbëlsirave që kanë pas qenë dikur, po themi në kohën e vet, nga gjithçka ishte ëmbëlsira, edhe ëmbëlsira më e thjeshtë ishte hallva, u dukte gjëja më e mirë në botë. Se njerëzit nuk kishin provuar gjëra të tjera, vetëm atë kishin. Edhe elhamdulillah. Si kam krijuar dhe çfarë i bëjnë të veçantë. Në përgjithësi, personazhet që kam krijuar pra janë disa fëmijë, se unë kam bërë kurse me fëmijë shumë dhe gjithmonë kam pas në kokë disa fëmijë, për shembull që kur e kam krijuar si personazh. Për shembull, një nga personazhet që është Joni, po themi, Joni, personazhi nga ku e kam marr ose personi nga ku e kam marr personazhin është personi i vërtet që ka emrin me vërtet Joni. Por se thjesht nuk ka qenë për shumë arrogant, po ka qenë, unë e imagjinoj për shumë Jonin tek libri, pikërisht se i personi që i kam parë aty. Edhe çfarë i bëjnë të veçantë ata? Ju thash Bilali ishte djalë i urtë, ama djalë i pjekur, Enesi ishte djalë i drojtur, por se edhe ai i urtë, Aliu ishte shumë i shkathët, shumë i zgjuar, por se ishte që kishte vuajtur shumë në jetë,
Joni ishte fëmijë i cili ishte i llastuar, por se që me kalimin e kohës me shokët e mirë u edukua. Pastaj kemi shokët që janë tek libri i dytë në fshat. Në fshat është Sulo është tipik çum fshati. Tipik shumë fshati. Bariu ishte djali i vogël, trup i vogël, si ti, prapë më saktë si ti, që nuk fliste shumë, ai vetëm shkonte bënte punën e tij. Luani që ishte më i hedhur nga ata, ishte djali i cili ishte i mirë në vetvete, po thjesht ndonjëherë duket sikur ishte arrogant, po s'është ishte i tillë, thjesht kishte natyrën e ashpër apo të rëndë, po themi ne. Ishte njëri që e kishte emrin Lilo, qëse të kujtohet. Lilo ishte fëmijë gërcaman, ai gjithmonë ngricej me tjerët. Pra gjithmonë do të uzinte me njërin që të plaste sherrri, siç ishin dhe Zaku, për shembull. Zaku ishte çun arrogant, shumë i prapët, po që më mbrapa, si thon, u tërhoq edhe u bë edhe ai djalë më i mirë. A ka ndonjë ngjarje në jetën tuaj që ju e kujtonin këtë histori? Edhe ka shumë ngjarje. Shumë nga ato elementet e fshatit janë gjëra që unë i kam kaluar kur kam qenë i vogël, për më tepër kur kam shkuar në një fshat të Pogradecit, që quhet Dërdush, në mes të maleve. Edhe kur kam provuar unë dhallën aty për herë të parë, thash ç'është kjo? E mbarova direkt. Më ka pëlqyer më fjalë si asnjë gjë tjetër në botë. Ose ato vezët e skuqura me gjalp që ushqimet që unë kam përmend tek Bilali këtu i kam ngrënë kur isha i vogël në fshat. Edhe pranej, si thon ato mbresat që kam këtu janë pikërisht gjëra që, si thon, i kam në atë nostalgjinë time. Apo ato hipjet e Bilalit në pemë. Unë sot e kësaj dite, po të kem pemë, unë hipi për 15 sekonda në majtë pemës. Se kur kam qenë i vogël, si thon, kisha qejf të rija në për pemë. Varesha, hidhesha nga dega në degë, kam pas bërë çmendurira. Pra, po themi ne një fëmijëri e lumtur. Pra nëse ju çuna për shemb nuk i keni pak gjunjët e vrarës ose këto brylat e vrarës, siç i ka ky. Po kaloni fëmijëri shumë të mërzitshme, në shtëpi, në telefon. Dil të luash, të rrezohesh pak se ka lezet. Unë s'po them bësh helaq. Si s'le me dal. Unë kam kërkuar së bleni. Po më thel 6 orë, nëse më mjafton 6 orë, të dalmë në ditë, nuk e di ç'a mund kërkoj më shumë. Edhe alhamdulillah. Sa kohë më mori libri ta shkruaj. Libri i parë besoj se më ka marrë diku rreth 2 vjet. Libri i dytë 3 vjet. Porse ka qenë periudha, sepse unë ulesha para laptopit, për më ka pas një periudhë 6 muaj nuk kam shkruajt asnjë gërm ke libri. Ulesha para laptopit, bismillah. E hapja. Mendohesha, e mbyllsha prapë. S'mvinte asnjë gjë më. Sa është kur të vjen ajo. Ama kishte periudha që unë mund të shkruaj me fjalë 4 orë pa pushim, vetëm shkruaj. Ma i shënim se më kujtoi diçka që do shtoja diku tjetër, shkruaj. Ma i shënim prapë se më kujtoi diçka tjetër. Është me si të vjeri në përgjithësi. Në rregull. A kishte ndonjë pjesë që ju bëri për të qeshur apo për të qarë? Libri parë ka shumë pjesë që të bëjnë për të qarë, ndërsa tek libri i dytë nuk është se ka kryesisht ka për të qeshur. Tek libri i tretë besoj se do të ketë pjesë që të bëjnë për të qarë, sepse ashtu do të interesante, themi ne. Edhe secili libër e ka një mini personazh, që e pas kam shkruar këtu, se këto janë pika që i kam bërë gati për shembull për takim libri sigur se ky, po këtë i kam shkruar para 2-3 muajshëm. Dhe tani po i lexoj si thon si pika, kuptimin që secili libër ka një mini personazh. Në librin e parë kush ishte mini personazhi? Një personazh në sfond. Jo. Akulloret. Në librin e dytë kush ishte mini personazhi, po themi, që është gjithmonë prezent? Dhalla. Gjyshi është personazh, nuk është mini personazh, është personazh i plot. Allah është blef me të mira, kënaqësi fëmi. Ë? Unë po punoj pak të rregulloj librin e parë, se du ta ribotoj se kam mbaruar. Edhe gjatë verës shpresoj që ta mbyll librin e tretë, se libri i tretë ka shkuar, e kam kaluar gjysmën e tij. Libri i tretë është Bilali në kërkim të thesarit. Bilali e kam çuar deri në momentin që Bilali gjeti thesarin. Dhe thesari është thesari i vërtet. Edhe aventurat që kalon janë komplet ndryshe nga 2 librat e parë. Libri i tretë është,
ndryshon shumë nga 2 librat e parë. Sepse ai është me njerëz adult, cilët Michel gjysma e librit ka shkuar vetëm disa orë rrugë. Ama ngjarjet që janë te, për shembull deshifrimi i hartës, se këto gjëra të gjitha janë mrekullim vete. Po inshallah kur di koha, me lehen Allah. Allah shpëlef me ty, aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum.